atë ka ndodhur ndonjëherë me po ëndër që jetë urrëzu prej një ndërtese shumë të lartë. E ky fenomen quhet hypnik gjerg. E hypnik gjerg zakonisht ndodh në fillim gjumit gjatë kalimit nga zgjuarja në gjumë të lehtë, pra gjatë fazës së parë gjumit që quhet remnim. Kjo është faza kur fillon të biesh në gjumë dhe muskujt fillojnë të relaksohen. Në këtë tranzicion truri herëherë interpreton relaksimin e shpejtë të muskujve si një rrezik për rrëzim dhe kjo shkakton spazmën muskulore të papritur që ne e ndjejmë si një dridhje ose kërcim në trup. Rreth 60 ose 70% të njerëzve përjetojnë këtë gjë një herë në jetë, por disave u ndodh herë pas here. Në disa raste mund të ndodh më shpesh kur jemi të lodhur, të stresuar ose në raste kur kemi pirë më shumë kafe ose substanca narkotike. E çfarë ndodh me trurin ton kur e përjeton këtë fenomen? Kur fillon të flesh, truri kalon nga një gjendje aktive në një gjumë më të thellë. Në këtë fazë të hershme të gjumit remnim, aktiviteti i trurit ngadalësohet dhe muskujt fillojnë të relaksohen. Ndërsa muskujt tërhiqen dhe relaksohen shpejt, truri ndonjëherë interpreton këtë ndjesi si një humbje të kontrollit fizik sikur po rrëzohet. Zona e frikës në tru nxitet nga kjo ndjesi dhe dërgon sinjale alarmuese. Gjatë kësaj kohe sistemi i ekuilibrit dhe korteksi vizual në tru përpiqen të interpretojnë ndjenjat dhe informacionin fizik, duke krijuar në mendje një imazh të fuqishëm të rënjes nga një lartësi. Shpesh kjo ndjesi shkakton që personi të zgjuhet për pak ose të ndryshojë fazën e gjumit, duke ndërprer ëndrrën apo duke ndaluar ndjesinë e rënjes. Sipas teorive të psikologëve Freud dhe Jung, rrëzimi në ëndër mund të simbolizojë frikë nga dështimi, pasiguri, ndjenja të pavetëdijshme faje ose pasiguri për ndonjë veprim në jetë. E tyjat ka ndodhur ndonjëherë me po ëndër që jetë urrëzu prej një ndërtese shumë të lartë? Shkruaje në koment.